اللي فاتها جيبها دلدل روزا سين شين صوم نور دعظة ein خيفة قف كاف لام ميم نون هوا ويا اللي فاتها جيبها Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, mirë se po takohemi. Sot me lejet Zotit do të përmendim 3 pika. E para prej tyre që fillimisht do ta përmendim ndërsa nuk do ta detajizojmë, do ta lëjmë kur do të shpjegojmë tejvidin inshallah në të ardhmen. Sot do e përmendim një rregull që do ta lexojmë. Ajo është meddi. Meddi. Shiqeni. Çka është meddi? Në të shkruar amar, meddi është më e quajtur një sikur vol. Si soje. Med në të kuptuar është zgjatim. Ne kemi mësuar 3 vokalet e gjata, vokalin e gjatë A, vokalin e gjatë I, edhe vokalin e gjatë U, ashtu. Dhe kemi thënë se vokali gjatë A dhe I dhe U, cilët i kemi mësu, do të zgjatet 2 takte. Kemi përmen ashtu? Me një fjalë, ky është zgjatimi natyrshëm. Në disa raste do shohim aty ku është vokali i gjatë, qoftë A, qoftë I, qoftë U, na vije kjo shenjë, e cila vije si për shkronjave gjithherë. Jo kur është A me ardhë nalt, kur është I me ardhë poshtë, ose kur është U me ardhë ndryshe. Por është e njëjtë në të 3 vokalet, qoftë A, qoftë I, qoftë U, vije si për shkronjas pikrisht aty ku është vokali i gjatë. Dhe domethënia e saj është zgjate. Zgjate hala, sa më zgjat përtej atij të natyrshmit. Domethënë më shumë se sa 2 takte. Në detaje do ta përmendim në tejvid. Për shembull, shohim shembullin Sawaun. Kemi vokalin e gjatë A, është ashtu? Nëse na vije meddi përmbi të, edhe na vije, zakonisht na vije, atëherë do ta zgjasim sawaun. Kjo është funksioni i meddit, që do ta zgjasim më shumë me vokalin e gjatë A. Shembull tjetër e shkojmë edhe shohim me vokalin e gjatë I. Po e zëm inni. Është inni a'lamu. Për shembull Allah thot inni a'lamu ma la ta'lamun, ose të ngjashme me to. Inni, po nëse na vije meddi, i cili tham gjithherë vije nalt, nuk vjen poshtë tash, po nalt, edhe mi A, edhe mi I, edhe mi U. Inni a'lamu, dhe vazhdon tutje. Dhe shembulli i tretë i meddit, qalu innama nahnu muslihun ose muslihzun. Innama qalu, ka qenë 2 takte, por në momentin kur ka ardhur meddi si për vokalit të gjatë, atëherë e te kalon atë të natyrshmit. Në disa raste bën 3, 4, 5 apo edhe 6 takte, varësisht se si kërkohet. Qysh do ta shohim në detaj faktikisht kur do ta mësojmë tejvidin. Por fillimisht për nivelin tuaj do ta kuptoni se meddi është zgjatim dhe do ta zgjasim përtej atij të natyrshmit. A jemi të qartë? Në rregull. Vazhdojmë me pikën e dytë. Pika tjetër që do ta mësojmë në misionin e sotshëm është se si duhet ta lexojmë emrin e Allahut të Madhëruar. Dëgjoni. Emri i lartësuar i Allahut të Madhërisëm lexohet në 2 mënyra. Amar? Më dëgjon? Në 2 mënyra.
Mënyra e parë, emri i Allahu Gjelle Shanuhu lexohet me L. Kur para emrit të Allahut Madhërisëm na vije kesra. Kur para ti vije kesra. Pozon i. Për shembull, Bismillahi. A themi Bismillahi, por themi Bismillahi. Prandaj, emri Allahut po lexoj ka në dy mënyra. Lexohet me L, atëherë kur para ti na vije kesra. Ku ka kesra? Ç'kjo është kesra? Domthon para emrit Allah. Dhe e dyta, emri i lartësuar i Allahut të Madhërisëm lexohet me L. Kur para ti vije fetha ose vije dhamme. Vije fetha ose dhamme. Për shembull me fetha Allahu Akbar, e të ngjashme. Ose Qul hu wallahu. A themi Qul huwallahu? Jo, gabim. Por duhet thonë Qul huwallahu. Me dhamme lexohet me L, ashtu siç e përmenëm kur ka fetha. Për shembull, Kitabullahi. Idha jaa Nasrullahi. Keni të qartë? Në rregull. Edhe njëherë në lidhje me emrin e Allahut të Madhërisëm. Ai lexohet në dy mënyra. Mënyra e parë lexohej me L, kur para ti vije kesra. Siç e morëm shembullin Bismillahi fi dinillahi. Nuk mund të thuash Bismillahi, s'mund. As nuk mund me thonë fi dinillahi, po fi dinillahi me L. Dhe emri Allahut Madhërisëm lexohet në mënyrën e dytë me L, kur para ti ka fetha ose ka dhamme. Për shembull, Allahu ose Qul huwallahu ose shembuj të tjerë. Ndërsa kur ka dhamme para emrit Allah është dhamme në këtë rast. Kitabullahi, Rasulullahi, Nasrullahi, e të ngjashme. Kemi të qartë? Ka diçka të paqartë në lidhje me emrin e Allahut të Madhërisëm? Jo. Në rregull. Alif ba ta tha jim ha ha dal dal roza sin shin son nord. Edhe pika e tretë për takimin e sotshëm tonin është Eudhu billahi edhe bismillahi, si do ta lexojmë atë. Dhe zatën, prej ditës së sotshme, për çdo ditë do të fillojmë të lexojmë nga diçka. Do ditë më pak e do ditë më shumë. A jemi të qartë? Në të shkruar si shkruhet, edhe në të shqiptuar si shqiptohet Eudhu billahi edhe bismillahi. Me hemze e vokalizuar me fatha, elifin. Ajni është i vokalizuar me dhamme dhe është vokal i gjatë. Dhali është i vokalizuar me dhamme. Bëja është me kesra. Pastaj emri i Allahut kuj para prin kesra. Billahi, mimi me kesra, nuni me fetha, edhe kemi
shkronin sh. Me teshtid, me fatha, pasana është shkronja j, me sukun, dhe toja e randë, me vokalin e gjatë a. Nuni me kesra. E keni të qartë? Në të shkruar. Po vazhdojmë, po e lexojmë, apo po vazhdojmë, po e shkruajmë edhe bismillahin. E shkruajmë edhe bismillahin, më pastaj fillojmë edhe lexojmë. Shofim, në gjeni jullës, që nga këtu të jeni të vëmendshëm. Elifi është i vokalizuar me fetha. Dhe kur është i vokalizuar me fetha, atë amar duhet ta lexojmë e. Kemi thënë kështu? Dhe kemi sjell një prej emisioneve të mëhershme, i kemi sjell shembujt kur elifin nuk guxojna me lexu ain, e kur ainin zguxojna me lexu elif. E Aini me dhamme plus vokali gjatë. A'udhu. A'udhu. Kujdes, se mund të gaboni të munu me nxjerr ainin, dikush i thot a'udhu. Më kuptoni? A'udhu është gabim. Por duhet ta lexojmë a'udhu. Provoni? A'udhu. Provoni? E'udhu. Por kujdesin e dytë. Do ta keni në shkronjën ain. Të munu me nxjerr ainin si duhet, ka raste kur i dhojnë të shtid edhe bëjnë e'udhu gabim. Natyrshëm, shkronjat i shqiptoni natyrshëm. Prandaj i themi e'udhu. Provani? E'udhu. Provani? Nuk ka të shtet e'udhu jo, por e'udhu. A bën me i thonë a'udhu? Jo. Por e'udhu. A bën t'i themi e'udhu? Gabim. Por do t'i themi e'udhu. Dhu, shkurt. A bën me thonë e'udhu? Gabim. Prandaj e lexojmë vetëm atë e cila është e shkruar konform rregullave të cilat i kemi mësuar. E'udhu. Provoni gjithë. E'udhu. S'po dëgjoj. E'udhu. Ha. B-ja, shkronja B, është vokalizuar me kesra. Dhe emri i Allahut është pas saj. Du ta lexojmë me L, për arsye se ka ardhë kesra para emrit Allahut. Billahi. Ha? Billahi. Ka të shtid të lami. Billahi. Prova. Billahi. Billahi. Ha? Billahi. Kujdes, mos e hani shkronin h. Edhe pse kemi thënë që në fillim, është shkronja më e shurdhër e alfabetit Kur'anit, më e shurdhër, por nuk do të thot me asimilu, me zhbo krejt. Do ta lexojmë të tillë qysh është. E'udhu billahi. Billahi. Shiqani, mi ne. Nga këtu e injorojmë elifin edhe lamin si kur të mos ekzistonin fare të shkruara. Më kuptoni? Nga nuni shkojmë të shkruajmë sh. Mineshej, ha? Mineshej, provoni? Mineshej. Mineshej. Kujdes. Shpesh njerëzit gabojnë dhe mbi shkronjën j në këtë rast, që ka sukun e qesin një e.
ajo është e tepërt e panevojshme. Mine sheje, gabim. Ashtu si që kemi përmen, çdo herë këto e shkruajmë, shkronjat kur kanë sukun, nuk guxojmë të zgjasim dhe nuk guxojmë të krijojmë një tingull që i përngjon shkronjës ë të gjuhës shqipe me përjashtim të shkronjat e kalkalës, cilat do t'i mësojmë në vazhdim. Mine shej toni, mine shej toni, nga ni, nga shkronja ni, e injorojmë elifin dhe lamin dhe shkojmë direkt në shkronjën r. Shkronja r, kur ka të shtet, tjetërsohet dhe bëhet r, pikrisht. Nuk thot, mine shejtanir rajim, por thot, mine shejtanir rajim. Mine shejtanir rajim. Jemi të qartë dhe këtë? Mine shejtanir rajim. Jullus, tash i kthehemi me një lexim më të shpejt. E shohim në një lexim pak më të shpejtuar se atë të cilën e provum pak më herët. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në kuptoni? Mos e bëni rrrr shumë. Minash shaitanir rajim. Një r, jo 2 r ose 3 r. Ashtu, siç do ta shohim edhe në vazhdim. Bismi. S-ja, shkronja s, është prej shkronjave më të zëshme të alfabetit të Kur'anit. Bismi, jo bismi. Bismillahi. E injorojmë elifin, e injorojmë lamin. S'ki nevoj me lexu se s'ka në shej që e bën mu lexu. As këtu, as këtu. Ngjashme këtu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani. Heja ka sukun. Dhe është shkronja e lehtë. Është shkronjë e rënd, e lmajt. Rahmanirrahim. Rahim. Kalon. Nuk ndalesh në qëtë hen e fundit. Disa gabojnë duke u munduar me botë të lmajt shkronjën he i japin të shtid. Dhe lexojnë Rahmanirrahim. Gabim. Prandaj, që nga fillimi, edhe për shkronjën ain, edhe për shkronjën he, edhe për gjitha shkronjat, thuani natyrshëm. Shohim se si lexohet i lidhur bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. E keni të qartë? Rrr, mos gaboni me bu. Veç një r bëni. Bismillahirrahmanim. Dhe edhe një herë, t'jeni të kujdesshëm kur e shqiptoni që të hen e fundit. Mos i jepni të shtit të mënu me shqiptu mirë. Rahmanirrahim, ose Rahim. Jeni të qartë? E lexojmë për fund së bashku eudhu billahin edhe bismillahin të lidhura, ndërsa ju dëgjoni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuptani? Në rregull. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra për këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.